Ish presidenti i Republikës Ilir Meta dështoi për të treton herë radhazi të bindë gjykatën e lartë për ta nxjerrë nga qelitë e paraburgimit. Kjo gjykatë vendosi të njëjtën të mos pranojë rekursin e ish presidentit kundër vendimeve të shkallëve më të ulta, duke lënë të pandryshuar masën arrest në burg të konfirmuar ndaj tij nga apeli i posaçëm më 17 korrik. Shqyrtimi gjyqësor në gjykatën e lartë u bë në dhomë këshillimi mbi bazën e dokumenteve dhe papraninë e palëve. Më herët shkalla e parë dhe apeli i posaçëm në vendimet përkatëse për të mos i dhënë liri Ilir Metës arsyetuan se pozita e tij aktuale procedurale, si i pandehur, justifikon qëndrimin e tij në qeli dhe se në liri për shkak të pushtetit dhe pozicioneve shtetërore dhe politike, Meta mund të ndikojë tek dëshmitarët. Nga tetori i vitit të shkuar, Ilir Meta nuk ka ndalur përpjekjet për zbutje të masës së sigurisë, por pa patur sukses. Vetëm gjykata e lartë përveç së njëjtës ka refuzuar rekurset e tij mbi masën edhe në shkurt dhe korrik 2025. Dosja penale ndaj Metës dhe të bashkëpandehurve, ku ish presidenti akuzohet për korrupsion, pastrim të parave dhe fshehje mos deklarim të pasurisë, ndodhet në fazën e shqyrtimit paraprak në gjykatën e posaçme.